Përshëndetje nga kuzhina Nirit. Sot kam vendosur të përgatit speca me lakra turshi që bëhen tepër të shishme ashtu siç e shtina çdo vit tek familja ime edhe në Gjermani të njëjtën recetë që nuk prishin, as nuk zbuten edhe as nuk ju zgjotet ai langu. Krejt çka na nevojiten janë këto, e kum bohozur pra një lakër të 5 kg, e kum gri lakër e turshive, 5 speca të kuqe, sumburka djegsa i grini kështu. As karrota, as qep, as kur gjo tjetër nuk i qesim pra. Vetëm 5 lugë të gjellës me krip të trash, i qesim tek lakrat, një paqet kështu biber zi kokër, 200 ml me ufull 9% këtu në Kosovë, edhe në anën tjetër në një llavar, e qesim 500 ml ufull po ashtu, sepse i fusim specat, sumburka në ufull i rrotullojna pra brenda. Specat nuk i komot, sa të na dalin për më mbush një kavanaz i madh, kështu, sepse është koha ala e nxehtë, vetëm desha t'ja postoj recetën ty në motra që janë tash jashtë. Atje koha më ftoftë, këtu ma shumë i shtin pra ma vonë, kur të kryesh ato e gjithë, specat me lakra. Veç ja kemi hek farat edhe i kemi pastru tash, bismillah fillojna me përgatitjen. Tek lavori ku kemi gri lakrën 5 kg, edhe specat, i morim 5 lugë të gjellës me krip të trash pra. E morim ufullën, 9%, qesim. Biberin e si kokër, edhe i përzina mirë gjitha me duar. Lakrat, biberin e si dhe kripin e ufullën. Përzijet mirë lakra me krejt përbersit deri sa të merë atë kripin mirë pra, pa ndërprej. E kemi përzi edhe lakrën mirë deri sa ka morë krypën mirë. Tashti në anën tjetër specat që i kemi qenë pra, e kemi largu farat, i merrni edhe i rrotullojna kështu në ufull, 9%. Mbasi që i kemi rrotulluar në ufull, e bojna edhe mbushjen e specat pra me lakër. Duke ranu që i të mbushën mirë. Spore qesim me një llavar të pastër, mandej i renditim edhe në kavanaz. Kështu pra me radhë i rrotullojna në ufull edhe i mbushën. E kemi mbush të gjitha specat, tash e morim kavanozin edhe i renditim brenda. Këtë longun që mbet në fund, krejt ja qesim basi kemi mbush kavanozin pra përmi specat edhe nuk i qitni kur gjo mo lang, sepse lëshojnë specat longun e vetë. Nuk keni nevoj pra ashtë me mbush, me maru lang ekstra s'kur gjo ishtë, sepse këtu ashtu kështu palohen edhe e lëshojnë longun e vetë. Një recetë fantastike që thash edhe në fillim, as nuk kanë një zbut specat, as nuk kanë një zgjat ai langu, të forta guri që shtojnë ani. Tash e mbushim pra edhe kavanozin. I kemi mbush edhe kavanozat, këtu ashtu kështu palohen, pra ulen, edhe mundën me nxanë edhe qëtë kavanoz kreqëtë, sepse ulen. Këtë langun që thash në fillim, na ka mbet fund, e morëm tash ja qesim kështu, edhe këto rjeta që blehen pra këto në marketën. Kosovë ka të këto që në Gjermani, kështu që në dy ondë. Këtu prapë se prapë elshojnë edhe langun e vetë, i mbyllim kavanozat, edhe lojna në podrum, ose bas shpije për keni hije pra vendi i ftoftë që nuk është shumë nxehtë. Edhe pse qëndrojnë, sepse është një recetë që nuk zbuten edhe tash me shtiket lloj turshie. I mbyllim edhe kavanozat. Mbasi i kemi mbyll kavanozat, i lënë pra në vend të ftoftë. Për 3 javë janë të gatshme nëse doni me nis pra me i hangër ose me i konsumu turshin. E juve ju përshëndes përzemërsisht. Ja vlen ta provoni këtë recetë që nuk ju dështon asnjëherë, as nuk ju zbutën specat edhe dalin perfekt. Tash, sidomos janë specat më të mira në Kosovë,
edhe pse shumë gra thojnë është herët me shti turshin, këto janë që thojmë të ne dora e parë janë më të mira specat, sepse ato dytat që dalin ato veç moje, kështu që nxihen më shumë. Nëse keni ndërmend, mundeni përgatit këtë recetë, kështu edhe për dimër, as nuk i zbuten, as nuk i zgjatet lama. Përshëndes përzemërsisht nga Kosova. Faleminderit për çdo pëlqim të recetat mia, deri në recetën e radhës nga kuzhina Netës. Miru pafshim.